هي جنة طاب وطاب نعيمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vëllezër të nderuar musliman, Allahun azza wa jalla falenderojmë. Përshëndetjet Muhamedit alayhi salatu vesselam ja çojmë familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, siç ju premtuam në herën e kaluar, sot do të flasim inshallah për Belkisën, e cila ka qenë një mbretëreshe e cila ka jetuar në kohën e Sulejmanit a.s. Tregimi i saj nis prej atij momenti kur, siç tham, Sulejmani a.s. ka qenë duke ecë me ushtrinë e tij dhe shpendët e kanë mbulu, i kanë bërë fllad dhe e ka urdhënuar shpendin e cili është koni quajtur Hudhud, apo që në gjuhën tonë i thojnë pupsa, që të kërkon ujë, sepse e ka marrë ushtrinë etja. Dhe kur e ka gjetë Sulejmani a.s. kur e ka kërkuar këtë shpend, nuk i është paraqit në raport dhe ka prit Sulejmani a.s. dhe është vanuar pupza derisa është lajmëruar Sulejmani a.s. Sulejmani a.s. ka thonë, nëse ka thonë nuk vjen Hudhudi, atëherës ka thonë ka me dënue me një dënim të dhimbshëm, ose ka me pre, ose ka thonë ka me u arsjetu dhe ka me argumentu vënimin e saj, sepse pas një kohë, pastaj ka kalu një kohë dhe u ka kthye pupza edhe ka thonë Sulejmanit a.s. ka thonë e hattu bima lem të hit bihi, ka thonë une jem konë të një popull në Sebe. Sebe është një vend në Jemen që do me thonë në atë kohë o konë kryeqendra e mbretënisë jemenase Sebe, qyteti Sebe, që e ka marrë emrin për një paraardhësit të tyre, i cili e ka pasur emrin Sebe, është konë do me thonë mbreti i tyre, që ka pasur emrin Sebe, pastaj edhe krejt ajo toka i vend e ka pas marrë emrin Sebe. Hudhudi apo pupza ka thonë, une po vi prej popullit Sebe me një argument, me një lajm shumë të vërtet. Edhe ka thonë, o Sulejman a.s. ato ishin një popull të cilët e kishin bën mbretëresh një grua. Kjo gruaja është Belkisa, për të cilën e kena fjalën në këtë ligjërat. Belkisa ka qenë vajza e mbretit i cili o konë para saj. Dhe me thonë, baba saj o konë mbret, dhe ai nuk ka pas djem që me alon mbretërin dikuj prej djemve, e kur ka vdek, e ka alon vajzën e tij që tjetë mbretëresh. Edhe ajo konë një vajzë e re, e shumë e mençur, dhe e ditur mirë, po ajo i ka besue bashkë me popullin e saj diellit, dhe janë nënshtru diellit edhe e kanë adhuru diellin. Ajo normal o konë e mençur mirë, po në këtë çështje e ka pasue shumicën e popullit që o konë në atë kohë. Edhe Hudhudi, një shpend prej shpendave prej krijesave të Allahut azza wa jall, o konë i çuditur se si mundet ky popull mos ta adhurojnë Allahun azza wa jall, dhe i ka thonë Sulejmanit alayhi salatu vesselam, ajo ishte një mbretëresh e cila u utjet min kulli shay. Ka thonë, i ka pas krejt ato çështjet apo ato sende që i vijnë një mbretënie, ka pas ushtri, ka pas rregull, ka pas shërbetor, ka pas kështu me radhë, shumë sende ka pas, krejt ato çështje që i duhen me pas një mbretëni, edhe ka thonë walaha arshun adhim, edhe ajo ka thonë e kish një fron, një karike shumë të madhe. Edhe thuhet që ai arsh ka qenë shumë i zbukuruar me gurë të çmum, edhe ka qenë i zbukuruar me arri, e kështu me radhë. Ai pastaj ka thonë, unë i kam gjetë atë popull se ato i bëjshin sejdë, i bëjshin përkulje diellit e nuk i bëjshin përkulje Allahut azza wa jall. Edhe thot shejtani ja u kish pas zbukuru atyne veprat e tine, edhe ato janë largu prej rrugës Allahut azza wa jall.
Pastaj çka ka qenë përgjigjja e Sulejmanit alayhis salatu wassalam për këtë çështje. Domethënë mas pari Pupza është arsyetu para Sulejmanit alayhis salam për vonimin e saj që më i dal përpara Sulejmanit alayhis salam dhe me ja kry atë obligim që kërkoi ke prej saj, se ajo është vanu duke e shiqu popullin e Sebeit, popullin e Yemenit, se si ato nuk adhurojnë Allahun azza wa jall. Por Sulejmani alayhis salam si njëri pejgamberi i Zotit nuk është gut, ka thonë sa në ndëru e sadakta em kuntu minel kadhibin, ka thonë dekëshirim këtë çështje, a ke thonë të vërtetën apo e ke thonë jo të vërtetën. Ka thonë pastaj Sulejmani alayhis salam ka thonë o Hudhud ose o i Pubës, merre një letër prej meje edhe shko dërgova atij popullit. Edhe ka marrë atë letrën edhe ka shkruajtur disa fjalë, e ka shkruajtur Sulejmani alayhis salam innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Ka shkruajt kjo letër është prej Sulejmanit, nuk e ka shkruajt prej mbretit botës, prej kështu, por ka thonë prej Sulejmanit, shumë do të thonë modest, edhe ka shkruajt bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit, ka thonë ella ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ka thonë ju mos u bohni krije fort apo krije neç, krije lart ndaj nesh, edhe hajdi të unë si musliman. Do me thoni ka thirrë në islam, ja ka dërgu letrën, që mas pari t'i thirrë në islam, pastaj të këshiret çka puna e tyre. Nëse e pranojnë islamin me të mirë, atëherë ja u pranon, nëse ato nuk e pranojnë edhe bohen krije lart, atëherë me ato mirët qera hapa. Edhe pastaj e merr Pupza këtë letër prej Sulejmanit alayhis salam, të cilën ja lidh me një penjë edhe merr me këmbët e saj edhe niset për një Yemen. Merr me mend një shpencë, e çon letrën, mesazhin e Allahut azza wa jall që t'i thirret cellni popull në islam, një shpencë vetme. A ne jena njerëzi edhe pritojmë që t'i thirrim të tjerët në islam. Pritojna që t'i thojna, për shembull dikush është i mirë për veten e vet, falet, agjeron krejt. Djalit vet kur nuk i thot çu fale sabahin. Kur nuk e thirr djalin e vet, hajde me mund xhami. Kur nuk i thot djalit vet agjero, kur nuk i thot djalit vet ose vajzës vet vënoj shamin. Thot leni ato le të bëjnë çka duan vet. Ama ai fëmijë, ai nuk din. Plus ato janë tri, kanë qefe, kanë dëshira, duhet dikush me urdhnu. Qysh na i thojna vetet musliman edhe me plot mend, a nuk mujna me bë punë, domethënë që janë shumë thjeshta, a edhe nuk na kushtojnë kurrë. Kryesorja Hudhudi si shpencë e ka çuar mesazhin e Allahut azza wa jall në Yemen. Krejt popullin e Yemenit e ka thirrë në islam kush në shpencë që e ka dërguar pejgamberi i Zotit Sulejmani alayhis salam. Edhe ka shkuar dhe ofruar te xhami i dhomës Belkisës. Belkisa pasi që kejt ato angazhimet e veta të mbretënisë, punës, ka shkuar dhe oshtrinë në dhomën e saj që të pushon. Dhe kur e ka po një shpencë me një letër, rohabit, shpenza ja ka shlu letrën, edhe ka hec. Edhe ka thonë, çudi e madhe, të vjen një shpencë me një letër në dorën e saj, në kamën e saj, ka thonë, pele farë mesazhi është kjo. E ka marrë atë dhe ka këshirë, kur ka po disa rreshta, kjo është letër prej Sulejmanit me emrin e Allahut, edhe mos u bëni krijenesh, hajdi të unë si musliman. Hini në islam. Pastaj Belkisa, mbretëresha e Yemenit, e ka marrë dhe i ka konsultue krerët e shtetit saj. Më thonë krerët e ushtrisë, krerët e ekonomisë, krejt me radhë, e ka thonë, më ka ardhur një letër shumë e çuditshme, një letër e ndershme për një njeri që e kanë ditë kush është Sulejmani, normal, se ajo në zonën e tij është një anë mban botës, ka thonë ka ardhur një letër, ka thonë e ka përshkruajt Kitabun Kerim, letër e ndershme prej Sulejmanit alayhis salam, ka thonë që ati shkruan se ajo është prej Sulejmanit alayhis salam, edhe ka thonë, më thotë që të vini të na si musliman. Ato kanë thonë, pastaj paria, ushtria, kanë thonë, ne jena njerëz të fortë, ne posedojmë forcë, ne kena mundësi. Ka thonë, që të ju bëjmë ballë atine me fuqi, kena fuqi. Ka thonë, por prapë në fund, çështja kthehet tek ti je ajo që vendos. Edhe ajo pastaj ka thonë, jepni ju ato mendimet tuaja, dhe çdo kush i ka thonë mendimet e veta, se ka thonë unë nuk e pres këtë çështje pa i marrë mendimet e gjithëve. Pasi që i ka marrë mendimet e gjithëve, është kujtuar në veten e vet, ka thonë Sulejmani alayhis salam me gjithë atë fuqi të madhe, nuk vjen vetë që ta pushton apo ta çliron Yemenin, po ma çon vetëm një letër. Ka thonë ato
kanë mundësi me të vërtetë që na shkatrojnë nëse him luftë me to. Ka thonë dëshirim a është ki mbret që lakmon mas dunjos, apo është me të vërtetë pejgamberi i Zotit që duhet me e pasu. Ka thonë nëse është mbret, ka thonë ai mashtrohet sikur ketë mbretat të tjerë apo sikur ketë njerëz të tjerë me dunjë. Ka thonë kena me quë dhurata si në formë dhurate, kena me quë që me mashtru që ai nëse është që lakmon mas dunjos, ai ka me në lanë rahat neve, ka me në angus, ne kena me besu dilë që shi kena besu deri tash. Por Sulejmani a.s. edhe këtë e bëjnë, do me thonë, këtë vendim e morin, mbretëresha e Jemenit, Belkisa, me popullin apo parin e Jemenit që t'i qojnë disa dhurata Sulejmanit a.s. Edhe qojnë një komision apo një delegacion me të cilët i bartin dhuratat dhe i bartin mesazhin tek Sulejmani a.s. Ato kur mrin te Sulejmani a.s., Sulejmani a.s. i rreshton ushtrinë e tij prej xhinëve, prej njerëzve, prej shpendëve kështu me radhë, dhe ato kur hinë, do me thonë të merrohen, frigohen kur e shohin gjithë këtë ushtri të madhe, gjithë të pregaditje shumë të mëdhoja, kur i shohin pallatet e Sulejmanit a.s., të cilët janë kanë në disa vende të ndrejtëra apo të ndërtuara me bloka prej ari, ka pas sahana prej ari të mbushur me misk, me parfum, e kështu me radhë kur i shohën këto madhësi, këto sende madhështore, atëherë ato trishtohen, frigohen, thonë këto nëse na vinë në vendin tonë, na luftojnë, këto thonë na mundin padyshim. Edhe ja japin ato dhuratat Sulejmanit a.s. dhe i thonë ne dëshirojmë që të kena mirëkuptim me juve, nuk dëshirojmë luftë me juve, ne jena populli i Jemenit, e kështu me radhë i cekin disa fjalë, pastaj Sulejmani a.s. Fillimisht i pret mënyrë shumë të mirë, i pret duke buzëqesh dhe i pret mënyrë shumë të mirë. Pastaj nervozohet ndërkohë dhe thot, ju apo doni që të mbashtrojni mu me pak pasuri, ka thonë nuk kam nevojë, kthenja prap, merrni prap edhe çonja prap mbretëreshës tuaj. Ka thonë mua ato që ma ka thonë Allahu Azza wa Jalla, ka pas për qëllim mbretnin, e në pasunin, e në të mira që ja ka thonë Allahu Azza wa Jalla, ka thonë janë më të mira se sa këto pak dhurata të vogla ju që mendojni me mi dhonë mu. Ka thonë unë nuk mbashtrohona me këto sende. Ka thonë ose keni me ardhë si musliman, ose kena me ardhë edhe me ju luftue në vendin e juaj. Edhe ato janë kthy delegacioni edhe Sulejmani a.s. tash ndërkohë ju thot atine që të vinë të ajë të nënshtruar si musliman, se për ndryshe do t'ju shpall luftë dhe do t'i lufton. Kur kthehen delegacioni edhe bëjnë ndërmjet veti, konsultohen se si t'ja bëjnë. Belkisa, e cila ka grua mençme e sheh që Sulejmani a.s. e ka vendos për një me që këto ose të shkojnë të ajë si besimtar musliman, ose për ndryshe do t'i lufton. Ajo thot me të vërtet, innel muluki idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzat ahliha adhilla, ka thon me të vërtet, mbretërit kur hinë në një vend, në një fshat, në një vendbanim qytet, ato e shkatrojnë ato dhe i bëjnë njerëzit më të lartë atij vendit, njerëzit më të mëdhej atij vendit i bëjnë të nënçmuar. Edhe kështu ja bojnë, do me thonë nëse mbretërit janë normal, nëse janë zullumqar, por nëse nuk janë zullumqar, nuk ja bojnë ashtu. Ka thonë, por une, ka thonë, do të shkoj dhe do të foli me to. Pastaj, Belkisa ka shkue vetë të Sulejmani a.s. Por udhës, duke shkua ato të Sulejmani a.s., Sulejmani a.s. ka qenë duke ndejt në vendin e tij me njerëzit më të afërm të tij dhe ka desh që t'ja bën një surprizë apo një sprov Belkisës, edhe ka thonë kush ma bjen atë fronin e Belkisës në këtë vend para se me mbrinj ato prej Jemenit këtu në Sham, do me thonë në Beitul Maqdis. Ka thonë një prej gjinve, si që është e cekur në Kur'an, kale i fritu min el gjinni e në atike bihi kablen të kume min me kamik. Ka thonë një ifrit prej gjinve, do me thonë lloj prej gjinve, që janë shumë të fuqishëm, ka thonë unë dhe ta bi atë fronin e saj para se ti të ngritesh prej vendit tënd. Do me thonë, ai Sulejmani a.s. e ka pas zanat kër e ullë para dite, do me thonë, para dreke,
kur ul në atë fronin e vet, në atë karriken e vet, edhe i ka këshirë çështjet e njerëzve, ka këshirë nëse dikush ka bërë zullum, ka këshirë nëse dikush ka krejt punë, domethënë çka ka pas të bëjnë me popullin, apo me ushtrinë apo kështu me radhë. Edhe dikur para akşamit u ngrit për atë vendi dhe ka shkuar në shtëpinë e vet. Ka thonë para se më ngrit për vendit ton do ta bi. Domethënë për një gjysdite. Zene ka thonë do ta bi fronin. Ka thonë edhe unë jam i sinqert, edhe jam i sigurt, edhe muj me e bën këtë punë. Jam i fuqishëm për këtë punë. Sulejmanit a.s. ju ka duk pak ka dal kjo punë. Ka thonë ako dikush që e bën hala më shpejt. Ka thonë një person i cili Allah azza wa jalla ka përshkruajt, ka thonë qale alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ka thonë ai personi i cili ka pas dituri prej librit, ka thonë unë do ta bi fronin e Belkisës para se ti mbyllsh syt. Kan thonë dietarët është për qëllim nëse për shembull Sulejmani i ka shlu syt këshirët dikund larg në horizont. Edhe ka këshirat sent, pastaj është kthyer dhe i ka mbyll syt për kaç, domethënë është për fjalë që ai ja bjen. Edhe kur e kanë po njerëzit që ki, domethënë, është shumë i sigurt në veti që e bjen çast shpejt, edhe e ka prunë çast shpejt, janë habit. Kanë thonë çish mundet. Ja, ka thonë kjo është hadha fadlu min rabbi, kjo ka thonë është prej mirësive të Allahut azza wa jall që mi ka thonë mua. Thuhet që ky person ka qenë një prej më të afërmëve të Sulejmanit që ja ka shkruajt letrat Sulejmanit alayhis salam. Ja ka shkruajt mesazhet që u ka dërguar popujve të tjerë, ja ka shkruajt letrat me ministrat e tij, me nënkomësit e tij, ja ka shkruajt edhe letrat në të cilat Sulejmani alayhis salam e ka shkruajt diturinë që ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Ja ka shkruajt ajetet, ja ka shkruajt fjalët e Sulejmanit, ja ka shkruajt urtësitë që i ka thonë Sulejmani, e ki e ka ditë emrin më të madh të Allahut azza wa jall që kur të lutesh me atë emër Allahu azza wa jall ta pranon çdo dua, edhe ki ka bë dua ndaj Allahut azza wa jall dhe Allahu ja ka prunë atë fronin për shumë shpejt. Domethënë duke i qel dhe i mshel syt, ja ka prunë Allahu azza wa jall atë fronin në atë vend. Pasi që ka prunë fronin, Sulejmani alayhis salam ka urdhëruar që fronit të ndrohen ato zbukurimet që thamë i ka prej gruzëve çmum, prej orit e kështu me radhë, argjendit. E kanë ndryshuar për shembull zbukurimet prej anës djathtë i kanë qit kanë e masht, prej anës masht i kanë qit kanë djathtë, prej nalt poshtë, prej poshtë nalt e kështu me radhë, e kanë ndryshuar pak. E kur ka ardhur Belkisa, e kanë shtimin një pallat i cili o kanë i ndërtuar që përmbi atë pallat ka rrjedh ujë. Edhe o kanë i ndërtuar me qelç, domethënë me xham, që uji ka rrjedh për fundi dhe ka pas peshqi dhe krejt gjallësat e detit. Edhe ajo kur e ka pa, ka menduar se ato do të kalojnë nga ndonjë lum, edhe e ka ngrit pak, domethënë atë fundin e vet, fustanin e vet, e ka ngrit që mos t'i lagët fustani. Domethënë nga kjo e kuptojmë se fustanin e ka pas gjatë deri në fund këmbëve. Domethënë deri ndër zogin e këmbëve, se thuhet në hadithe që ajo kur e ka ngrit fustanin i është shpalu veç zosht e këmbëve pak, sa ta kalon ujin. Sa ajo ka menduar se është të shkel mbi ujë. Ka me shkel mbi ujë. Domethënë në atë kohë gratë janë kanë shumë më mbulume se sa në ditët e sodit. Edhe pse o kanë jo besimtare deri në atë moment. Edhe ajo e ka ngrit fustanin e vet, Sulejmani alayhis salam ja ka nis me kesh. Ka thonë kjo nuk është ujë. Ka thonë kjo është qelç, është xham i cili është i tejdukshëm. E duket uji për fundi i tij. Ka thonë mëse ki gale, ki është lloj mermeri. Edhe ajo ka hes pastaj përme, u ka habit, se ajo ka po lloj pallatesh në vendin e saj, dhe ajo vet ka jetu në pallat. Mirë po, nuk ka po kësi lloj pallatesh si në mbretërinë e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Pastaj Sulejmani alayhi salam i ja shfaq fronin dhe i thot: "A njeh ka thonë që këtë fron? A është ky froni i yti?" Ka thonë: "Ke ennehu hu." Në Kur'an është e cekur, ajo ka thonë: "Ky po mduket sikur me kon froni im, sikur me kon." Nuk ka thonë as është, as nuk është, po ka thonë sikur me kon ai. Domethënë ka kon shumë e mençme. Nuk ka thonë as po që të gaboje, dale në rren, pas nuk ka thonë jo që tani të ngushtohet, por ka thonë sikur me kon ai. Domethënë ja ka thonë një përgjigje mesatare që Sulejmani alayhis salam e ka po që ajo është shumë e mençme. Pastaj Sulejmani alayhis salatu wassalam ja ka paraqit asaj Islamin, i ka thonë
hinë në islam, a dojni me hinë islam, ka thonë se islami është nënshtrim ndaj Allahut, islami është feje paqes, feje mishirës, feje e mirë për të gjithë. Edhe ajo e ka po që islami është feje e mirë, edhe e ka pranu islamin prej Sulejmanit a.s. dhe këtë e ka cekë Allah Azza wa Jall në Kur'an, ku ajo ka thonë, o Zot, më falë që une i kam bo pa drejt vetes time, normal kur e konë në shirk, duke i besu tjetër kuj përveç Allahut, ka thonë, edhe une jam nënshtru, vë eslemtu me Sulejman lillahi rabbil alamin, edhe une jam nënshtru bashkarisht me Sulejmanin a.s. ndaj Allahut Azza wa Jall, Zotit të botrave, edhe kjo mbretëresh e ka pranu islamin me gjithë popullin e saj, e ka pranu islamin, thuhet se këtë mbretëresh, pastaj Sulejmani a.s. e ka martu dhe e ka marrë për grue, ceket në disa prej tefsireve, komenteve të Kur'anit, ceket kjo çështje, dhe pastaj në fund do t'i cekim disa dobi që i nxjerrim nga ky tregim. Dobin e parë që i nxjerrim nga ky tregim është se besimtari nuk duhet ta dënojë dikon vetëm pse është vanu, vetëm pse ka gabu, para se të vërtetohet pse është vanimi i tij edhe pse është gabimi i tij, sikur që Sulejmani nuk e ka dënuar pupzën për shkak të vënimit, derisa e ka marrë vesh se vënimi i saj o kanë prej udhëtimit që e ka pas deri në Yemen. Pastaj dobinë e ditë që nxjerrim nga ky tregim është se pejgamberët e Zotit nuk e dinë, do me thonë gajbin, nuk e din të fshehurën, që Sulejmani a.s. nuk e ka ditë se çka ka ndodhur në Yemen, përderisa i ka ardhur lajmi që atje njerëzit nuk e adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Pastaj duhet që para se ta lufton, dobia e tretë që nxjerrim me radhë është që duhet që muslimanët para se ta luftojnë një popull jo besimtar, duhet që ta thirrin në islam. Ta thirrin në islam, nëse e pranojnë, nuk i luftojnë. Nëse nuk e pranojnë, atëherë ka tjera rregulla. Pastaj dobia e katërt që nxjerrim nga këtë tregim është se konsultimi ndërmjet njerëzve nxjerr mendime më të mira, nxjerr qëndrim të mirë, sikur që Belkisa, kjo mbretëresh, është konsultuar me parin e mbretërisë saj dhe e kanë nxjerrë një mendim shumë të mirë dhe në fund e kanë pranuar islamin. Pastaj dobinë e pesë që nxjerrim nga këtë tregim është se ka prej grave që janë të mençura, janë të vyshme, janë dëzota, sikur që ka qenë kjo gruaja e Belkisa, e cila ka qenë mbretëresha e Yemenit. Pastaj dobinë e gjashtë që nxjerrim nga ky tregim është se muslimani nuk duhet që ta shes fenë e tij për para apo për rishfet apo për dhuratat të cilat ja japin njerëzit, sikur se Sulejmani nuk është mashtruar që të merr para prej këtyne dhe t'i lënë në fenë e gabueshme. Pastaj dobia e shtatë është që nxjerrim se Allah Azza wa Jall ju ka dhënë xhinve apo disa prej tyre ju kanë dhënë fuqi që të jenë shumë të forta, sikur që ka qenë ai ifriti i cili ka thonë që unë ta bi fronin e mbretëreshës Belkisa prej atjeshit për, domethënë, një kohë të shkurtë. Këto kanë, domethënë, dobi që i nxjerrim nga ky tregim. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allahu